Veriu dhe juglindja e vendit janë përfshirë nga rreshje intensive të borës, duke krijuar vështirësi në qarkullimin e automjeteve. Rreshjet kanë nisur në orët e para të mëngjesit pas rënies së ndjeshme të temperaturave deri në -3 gradë Celsius. Trashësia e dëborës varion nga 5 deri në 10 cm, por e shoqëruar me erë ka krijuar shtresa akulli dhe ngritës në rrugë. Si pasojë e rreshjeve të borës është bllokuar qarkullimi në qafën e Llogaras, ndërsa policia ka vendosur efektiv për të mos lejuar lëvizje në këtë segment. Lëvizja në afërsi të Llogaras tashmë kryhet vetëm nga tuneli për automjetet në drejtim të Himarës dhe Anasjelltas. Rruga e kombit po mbahet nën monitorim të vazhdueshëm dhe po trajtohet me krip në të gjithë gjatësinë e saj. Aktualisht nuk raportohen probleme për sa i përket qarkullimit të mjeteve. Kontraktorët me mjete dhe punëtor janë në terren pa ndërprerje për 24 orë duke bërë pastrimin e akseve rrugore. Autoriteti rrugor shqiptar i bën thirrje drejtuesve të mjeteve që të shmangin lëvizjet jo të domosdoshme me automjetet personale për të garantuar sigurinë e të gjithëve dhe për të lehtësuar punën e ekipeve të mirëmbajtjes së rrugëve. U bëhet thirrje të gjithë banorëve në zonat e prekura të ndjekin udhëzimet e autoriteteve vendore dhe të mbrojtjes civile, të shmangin lëvizjet e panevojshme, veçanërisht në zonat të përmbytura ose ku ka rrëshqitje dherash. Përdorimi i gomave dimërore është i detyrueshëm për automjetet që qarkullojnë në zonat malore apo ku është njoftuar për prezencë dëbore dhe ngricash në rrugë. Moti i keq ka shkaktuar probleme edhe në rrjetin energjetik. Aktualisht jashtë pune janë 27 fidera, kryesisht në rajonin Durrës, ndikuar edhe nga prezenca e ujit në kabina. Po ashtu rrjeti 6 kV që furnizon me energji elektrike hidrovorin e Syneit në Kavaj është me defekt dhe po punohet për riparimin e linjës.